Kombëtarja e Kosovës në basketbol për meshkuj ka fituar me rezultatin 99-84 ndaj Shqipërisë në ndeshjen e vlefshme për fazën paraeliminatore të botrorit 2029. Takimi i luajtur në Pallatin e Sportit Qazim Dervishi të Shkodrës u dominua prej minutës së parë nga kosovarët që e merituan këtë sukses në grupin C. Tifozët e shumt në Pallatin e Sportit i mbështeten skuadrat në fushë, ndonse pritej një reagim nga kombëtarja Kuqezi pas humbjes së 3 ditëve më parë ndaj Slovakisë. Në fushë dominuan miqt nga Kosova. Ata vullosen fitoren praktikisht që pas përfundimit të pjesës së parë që ullhoqen 44-28. Në pjesën e dytë ato administrojnë avantazhin, ndërkohë që Shqipëria nuk ka forcë për të rivalizuar. E përsia prej 15 deri në 20 pikësh ruhet deri në fund të takimit, ku rezultati përfundimtar është 99-84. Ky është suksesi i tyre i parë në grup, ndërsa për Shqipërinë humbja e dytë. Shënuesi më i mirë për djemtë e drejtuar nga Erkand Karaj ishte Julian Hamati me 19 pikë e 12 rebound. Kosova ullhoq nga një talent si Dardan Berisha që realizoi 35 pikë, mbështetur nga Kastrati 21. Me 2 humbje në po kaq takime të luajtura, fati i Shqipërisë në këtë fazë paraeliminatore duket i vulosur pranë eliminimit, ku qezint janë aktualisht të fundit në grup, ndërkohë që në muajin mars do të luajnë ndaj Slovakisë në Shqipëri dhe në Prishtinë në muajin korrik. Është historia dhe është emocion i veçantë për këtë histori që është. Megjithatë nuk ishte në mënyrën më të mirë që ne do të dëshironim. Gjithsesi, uroj ekipin e Kosovës, realisht bëri një lojë më të mirë se sa ne, tregoi edhe eksperiencën që lojtarët e tyre dhe ekipi i tyre ka kundrejt ne. Lekndreja është lojtari jon kryesor dhe një nga lojtarët më kualitativ, edhe për vetë fakti që ai luan në kampionatin e Kosovës dhe është kapiten të ekipit Prishtinës, që është një nga ekipet më të mirë në Kosovë, tregon se çfarë kualiteti ka dhe mungesa e tij patjetër që ndihet, sidomos ndaj Kosovës, që ai e njeh shumë mirë dhe do na ndihmonte akoma edhe më shumë. Sigurisht që emocionues jo vetëm në sport, po çdo gjë që ka lidhje me Shqipërinë, kosovarët kanë emocione. Mirë po, siç e patë edhe jo, ekipi i Kosovës mendoj që 40 minuta ka qenë më i mirë në parket se ekipi i kombëtarëve të Shqipërisë. Mendoj që ky rezultat ka qenë një punë jashtëzakonisht e madhe e lojtarëve të Kosovës, të cilët kanë kvalitet jashtëzakonisht e madh, kanë eksperiencë e madhe, jo vetëm kombëtare, por edhe ndërkombëtare, dhe për atë arsyeve ky rezultat është.